Në aeroportin ndërkombëtar të Shkupit ka ateruar pas ditën e sotme aeroplani i dytë me 176 haxhiler nga Gostivari, të cilët para rreth 3 javësh kishin udhëtuar drejt vendeve të shenjta për të kryer obligimin e haxhit. Pas përmbushjes së ritualeve fetare në Mekë dhe Medinë, besimtarët janë kthyer në vendlinje ku u pritën me emocione nga familjarët dhe të afërmit të tyre, të cilët kishin mbushur ambientet e aeroportit për t'i uruar mirëseardhjen. Për pritjen e haxhilerëve kishte dalë edhe kryetari i Bashkisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Shaqir Fetai, i cili vlerësoi disiplinën dhe përkushtimin e besimtarëve të qëndrimit në vend të shenjta. Ai tha se haxhilerët kanë realizuar me sukses të gjitha obligimet fetare dhe ka uruar që Allahu t'u pranojë haxhin dhe lutjet e bëra në vend të shenjta. Ne dolëm sot të respektojmë ardhjen e grupit të parafundit, pra aeroplanin e parafundit me 180 haxhi nga muftinia e Bashkisë Fetare Islame të Gostivarit. Ishte kjo pritje një gest respekti ndaj haxhilerëve tanë, të cilët vërtet meritojnë lavdata sepse kanë qenë jashtëzakonisht të disiplinuar, kanë realizuar gjitha prerogativat, do të thënë rregullat e kryesisë së haxhit në krye me kryetarin e haxhit dhe udhëheqësisë, ekipit mjekësor e kështu me radhë, mbetëm të lumtur që ishin shumë të gëzuar, ishin shnoshe mirë. Unë në emër të Bashkisë Fetare Islame, gjithë haxhive si dhe këtyre që i pritëm në sot, edhe ata që do të vinë sonte mbas mesnate, ju shprehim s'pari mirëseardhje në vendlindje, në vatanin e tyre, në familjet e tyre dhe shëndoshje mirë. Ne në të njëjtën kohë ju urojmë arritjen e rregullt në vendlindje dhe lutim Allahun fuqiplot që t'ua pranojë të kthehen pra me haxh të pranuar dhe pranimin e të gjitha lutjeve që i kanë bërë në vendet e shenjta. Ne ju falenderojmë shumë për precizitetin, për rregullin që kanë pas këtu në aeroport dhe ne ju shprehim falenderimet të sinqerta për këtë rregull dhe për këtë pritje jashtëzakonisht të bukur, të mirë dhe shumë të këndshme. Edhe myftui i Gostivarit Sabaudin Zendeli, i cili udhëhoqi haxhilerët gjatë qëndrimit në Arabinë Saudite, u shpreh i lumtur për kthimin e tyre të sigurt në vendlindje. Sipas tij, organizimi i haxhit nga Bashkia Fetare Islame e Republikës Maqedonisë së Veriut është realizuar me sukses të plot, ndërsa të gjithë haxhilerët kanë kryer kushtin e 5 Islam në mënyrën më të mirë. Ja, si që shifni me emocione dhe me gëzim shumë të madh, kthehemi nga vendet të bekuara, po sidomos nga vizita e fundit e qyteti i pejgamberit alayhis salam nga Medinja e ndritshme. Elhamdulillah, ashtu sikur vitet e kaluara, Bashkia Fetare Islame e Republikës Maqedonisë së Veriut në krye me Reisul Uleman, me kryesinë e haxhit dhe të gjitha muftinit në krye me muftit dhe operativën, kanë kryer dhe kanë realizuar një haxh tepër të suksesshëm këtë vit, ku siç e shifni nga vetë gëzimi dhe lumturia e haxhive, të cilët gati 24 ditë qëndruan në vendet e bekuara, ata kryen kushtin e 5 Islam haxhin me të gjitha kushtet e saja, por gjithashtu gjithçka që ishte parapat në plan të realizimit për vizitat dhe për gjitha sendet të cilat kanë të bëjnë me organizimin e haxhit, falë Zotit të gjitha u realizuan me sukses dhe sot të gëzuar dhe të lumtur të gjitha haxhilerët e muftinisë së Gostivarit, grupi i ditë tash, se grupi i parë arriti në orët e hershme të mëngjesit, grupi i ditë tani dhe grupi i tretë inshallah do të arrijë gjithashtu në mesnat. Të gjithë inshallah janë shëndoshë mirë dhe sot me grupin 176 haxhi u kthyem këtu dhe Allahu u pranoft haxhin të gjithë haxhilerëve. Vlerësime për organizimin dhanë edhe udhëheqësit e grupeve të haxhilerëve hoxhallarët Latif Ahmeti nga Çegrani dhe Muhamet Nureddin nga Forina, të cilët falenderuan Bashkinë Fetare Islame për përgatitjen dhe kujdesin treguar gjatë gjithë udhëtimit. Çfarë them, organizimi ka qenë fantastik nga ana e Bashkisë Islame, edhe pse ka haxhi vështirësive, ato vështirësi të këndshme. Mendoj që ja kalojmë shumë mirë, mendoj që edhe haxhit janë të kënaqur. Shpresoj që do t'i pyetni edhe ato për provojat e atyre gjatë këtij haxhi. Ina mundu t'ina shërbim të haxhive, edhe 100% edhe. Kështu që mendoj që kalojmë mirë. Organizimi ishte në nivel, besoj se edhe haxhit janë të kënaqur, gjithçka shkoi në rregull.
ajo është më kryesarja, shpresojmë tek pranimi nga Allahu xhaleshan. Të gjitha u realizuan në bazë të planifikimit. Hotelet ishin të organizuara në mënyrë të veçantë, edhe organizimi, edhe shkuarja, edhe kthimi u realizua në mënyrë të plotë, edhe haxhillerët dolën të kënaqur. Ndërkohë edhe gjendja shëndetësore e haxhilerëve ka qenë e mirë. Këtë konfirmoi mjeku Besim Mehmeti, pjesë e ekipit mjekësor që ka shoqëruar besimtarët gjatë haxhit. Ai theksoi se përkundër disa rasteve të lehta virale, të gjithë haxhilerët nga Gustivari janë kthyer shëndoshë mirë. Kam qenë në ekipin e mjekëve dhe shpresoj se kemi kaluar mirë. Kryesisht përfundoi mirë. Të gjitha gjërat kthehen shëndoshë mirë nga Gustivari. Përgjithësi jam shumë i kënaqur me organizimin e Bashkisë Fetare Islame nga aty. Të kënaqur me organizimin dhe përvojën e tyre u shprehën edhe vetë haxhilerët, mes tyre ishte edhe deputetja Imalie Saliu, e cila vlerësoi organizimin e shkëlqyer dhe emocionet e veçanta të kësaj vizite fetare. Super, faleminderit, super kena kalu. Kiti ishte super organizuar, faleminderit shumë. Shumë mirë, faleminderit shumë. Shumë mirë kalum. Krejt një krivën me rënë që ka duhesh të bërë. Shumë mirë. Shumë. Krejt mirë. Krejt kushtet e mira. Se kalon në haç. Shumë bukur. Organizimi Mirë. Kiti buo. Kom qënë punëtar arsimi, kretë hoxullarët e farinjës që gronë, ka qënë nëzosit e me billek në se ku e në me miftjun, me nëzosit tim ti e shkësh në haqë, organizimi ka qënë nivel, shiqër zotit, mirë. Ushimet, mirë. Super, bile këtu në Medine kemi qënë shumë mirë. Nëse, juve shëndet, juve suksesen punën të uj. Mirë, alhamdulillah, mirë kalu, me gjithat mira. Organizimi ishte në maksimum, hotelet ishin mirë. Shumë mirë kemi kalu, alhamdulillah. Me kiti me shumë të knaqët, zotë ishë për bleftë. Shumë mirë, shumë. Ma mirë s'ka. Shumë për organizimit për gjallarët e për kritve, shumë falimenderë, zotin a i boftë ka bullë kritve në neve. Amin. Kemi shumë emocione, është pak e vështirë, jemi knaqë, kemi kalu shumë mirë. Faleminderit për Mithenisë edhe prej Bashkisë Fetare Islame, organizimi ka qenë shumë i mirë, koha tamam e përshtatshme, me ke pak e gjatë, po përsëri bukur, gjithë, mirë, shkëlqishëm. Një eksperiencë jashtëzakonshme, udhëtim shpirtëror, diçka që nuk përshkruhet me fjalë. Do zoti çdo kush që ka dëshirë, zoti që mundsoj ta përjetoj këtë udhëtim shpirtëror, nuk kam koment. Kemi pas një organizim jashtëzakonisht të mirë, jam shumë e kënaqur me gjithçka që kemi kaluar dhe përjetuar atje. Falenderoj edhe Bashkinë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut për organizimin, gjithçka ka qenë e përkryer. Pas mesnate pritjet të arrijë dhe grupi i 3 dhe i fundit i haxhilerëve Gostivaras, me çka përmbyllet kthimi i besimtarëve nga haxhi këtij viti. Ndryshe, këtë vit nga Maqedonia e Veriut drejt vendeve të shenjta kanë udhëtuar mbi 2000 besimtarë musliman për të kryer haxhin.